U rikthyem në studio për të vazhduar edhe me mysafirët tanë në studio. Boksi është një sport që kërkon disiplinë, përkushtim dhe sakrificë të vazhdueshme. Sot do të flasim për një sukses të rëndësishëm të klubit Shkëndia Boks, i cili në kampionatin individual të boksit 2026 arriti të renditet ndër klubet më të suksesshme duke fituar edhe 3 tituj kampioni. Për të folur më shumë rreth këtij suksesi, për përgatitjet sfida drejt medaljeve të arta, kemi edhe protagonistët kryesor të këtij eventi, të cilët na kanë ardhur edhe me medaljet dhe duke na bërë krenar gjithë shqiptarët, veçanërisht edhe tetovan. Përshëndetje dhe mirëmëngjes që erdhët sot në studio në orët e hershme. Jeni zgjuar nga gjumi? Po. Faleminderit shumë që keni pranuar ftesën të jeni pjesë e emisionit tonë dhe ti motivojmë pse jo edhe të rinj të japin maksimumin nga vetja. Do e fillojmë me Muharemin, pastaj do vazhdojmë edhe tek djelmosha tjerë. Muharem, urime për suksesin fillimisht. Faleminderit edhe juve për ftesën, faleminderit për mundësinë që ne keni dhënë të jemi pjesë e emisionit tuaj. Patjetër. Dua të më thuash kur u ngjite në skenë në këtë kampionat, ai kishe vëmendjen te medalja apo te fakti që mos ta dëshprosh tetovën dhe ti bësh krenar sa më shumë ata? Zakonisht kur ngjitemi në skenën e ringit është një emocion i papërshkrueshëm se nuk mund ta përshkruash atë emocion. Vëmendjen e kom pat vetëm për fitore dhe që ta prezantoj qytetin tim sa më mirë, shtetin tim si shqiptar sa më mirë dhe të marrim vendin e parë dhe të vazhdojmë aty. E besoje se do e marrësh? Po, patjetër, po. Besimin vini nivel të lumt. E thash edhe në fillim, boksi kërkon shumë sakrificë, stërvitje, disiplinë, në ushqim veçanërisht, peshë. Çfarë është strategjia më e vështirë për ty që duhet ta bësh për këtë sport? Strategjia më e vështirë për mua është e cila duhet të kesh kohë për të gjitha, sidomos për punën, treninget, normale dhe ushqimi, si që the, se nga mëngjesi deri në darkë duhet mbijetoj me diçka, por mendoj se çdo gjë është e lehtë kur e ke pasion dhe kur e ke fiksim në kokë. Ju e keni edhe trajnerin Jusufin, të cilin nuk e kemi sot në studio, po që ai ka bërë punën më të madhe ndoshta gjatë rrugtimit tuaj. Çfarë thot ai zakonisht në sekondat e para se të ngjitesh në ring? Treneri jem, Jusuf Hashimi, i cili nuk është këtu, do me thonë, atë kom pas kra nga mosha 10 vjeçare. Ai, mos me qenë ai, do me thonë, ne motivin nuk e kemi si që duhet, zakonisht para gareve, ai ne e motivin tim brenda dhe normal ne him për të fituar. Ju qërton? A ju motivon? Na motivon, na qërton. Të gjitha nga pak. Të gjitha nga pak. Do vazhdoj të Semi tani, po do të kthejmë përsëri edhe tek ti. Edhe për ty, Semi, urimet për zemërta. Faleminderit. Dhe padyshim se është një arritje shumë e madhe në mosha të reja, sepse Muharemin e shohim që është pak në moshë pak më të madhore, ndërsa ju dy jeni edhe më të rinj, po më thuaj kur je në ring vetëm ti dhe kundërshtari, si imposht emocionet, frikën, cila është ajo metodë që ti e praktikon dhe manifeston që gjithçka të lësh anash dhe të fokusohesh vetëm në ring? Metoda ime që praktikoj është, do me thonë, duke boksuar mendoj fitoren, do me thonë emocionet që i kam. Dhe me emocionet mund të kesh deri para se me hyj në ring, se pastaj kur hish nuk besoj se ka një bokser shumë, sepse ç'duk. I harron të gjitha? I harron të gjitha, vetëm ja i fokusohem në boksesh. Kampionati këtij viti solli edhe jashtëzakonisht shumë duele interesante. Cili është momenti më i vështirë apo kundërshtari më i fortë me të cilin ti dole përballë? Dola përballë, unë kam pasur një sfidë të vështirë që kam përfaqësuar Maqedoninë. Ai ka qenë një bokser i mirë, që ka qenë 8 herë më duket kampion. Dhe ajo ka qenë pak e vështirë, por kështu nuk kam pasur. Kur dole me të në ring, mendoje se do e fitosh apo thoj? Po, normal. Po, normal. Çka më fol kur krejt ju vetë besimin e keni mbi nivel? Do fokusohemi pak edhe te ti, është djaloshi më i ri sot në studio, i cili realisht na bën shumë krenar se në moshë shumë të hershme ke marrë edhe këtë titull. Urime edhe për medaljen, dua medaljen t'ja tregojmë edhe kamerës, pasi që kamera ime e bukur do fokusohet edhe te medalja yte. Ti vjen nga Tetova, një qytet që njihet për sportin, njihet për futbollin, njihet për gjithçka tjetër. Sa ndjen për krajën e shokëve në shkollë, në punën që e bën, kam besuar tek ti, apo thjesht me këtë rast u dëshmuve që ja, unë mundem? Më shumë ti
te shkolla jo, nuk më kam besuar shumë, por te familja po. Babi, mami, këtu më kam besuar shumë. Kam pat motivim prej trenerave mu maremit dhe shokve të treningit, më kam dhënë motivime. Ti, trajneri thot se pa besim nuk arjet asgjë. Kur e ke pa veten gjatë vështirësive në ndeshje, çfarë të dha forcë për të mos të dorëzuar? Besimi, fjalët e trajnerit, motivimi i prindërve, apo thjesht të erdhi nga brenda një fuqi jashtëzakonisht edhe më e madhe që mos të dorëzohesh? Unë kam një motivim shumë të fort, sepse kur në ring, unë t'i prish ëndrat për t'i bërë të jetë real. E mendoj atë dhe vazhdojmë para. Thuma, çka është synimi yt i radhës? Këtë e kryt, këtë e mbarut, këtë e fitut, kjo për juve më nuk është diçka e paarritshme sigurisht. Cili është synimi i radhës? A është përfaqësimi i Maqedonisë së Veriut në arenën ndërkombëtare? Kjo vlen për të tre. Tash e kemi një turnir të diellën. Dhe në tetor me 110 e kam në Evropian, në Budva, Montenegro. Atje do jese prej krejt botës, dhe kese shumë kundërshtar të fort. A jeni të tret në atë? Jo, unë nuk jam të ajo, se zakonisht është për U15, është për këto që janë më të Unë nuk i rinj. kuptoj, U15 janë më të vegjël, Po, të janë më të rinj, po, deri në U17. Dhe ne, të cilët unë si edhe treneri Jusuf Hashimi, besoj se do jemi aty për për krahje vetëm. Për krahje, si gjithmonë që kemi qenë. A do më vinin në studio me medaljen e radhës? Po. Me kupa, Normal. Të keni një djalosh me kaq vetbesim, puna është e kryer. Më thuaj se me ti cilat janë synimet e tua të radhës, edhe ti do marrësh pjesë në? Po, besoj se do marrë, unë jam duke përgatitur tash, do të dalë të një garë përsëri për reprezentacion. Po tash të shohim, kur do paraqitet në një garë, të shohim do bëjmë muhabet me trenerin edhe. Për të dielën jeni gati? Për të dielën unë nuk do boksoj. Jo? Jo, me lënduar. Pse më vjen keq? Atëherë do të përfaqëson shoku? Po, shoku. Dhe ti do të përfaqësosh gjithë klubin dhe shkojmë fuqishëm. Shkojmë fuqishëm. Ai që ka dhe për politikan. Sloganet i ka shumë të forta. Ja, Ilerin e kemi shumë të mirë, është një sportist disciplinor, Ileri Semi edhe shumë boksier tjerë që i kemi. Ka edhe tjerë, po normal nuk mund... Studion e kemi aq për momentin, po besoj se pse jo do vim do njëherë edhe në teren t'ju gjirojmë dhe ta shofim një ditë e juaja se si shkon. Dua ta di, tani për kampionatin i morëm vlerësimet, u auruam, duam ta dim se si filluat të merreni me boks, si vendose që mos t'jesh një futbollist, pasi që të tuva me futbollin shumë e lidhur, si vendose që t'jeni pjesë e shkëndijës boksit e jo e shkëndijës futbollit? Unë kam filluar me boks merim që nga viti 2016. 10 vite më tani. 10 vite i kam bërë me klubin Shkëndija Boks dhe me trenerin tim Jusuf Hashimi. Zakonisht i kam pasur qef artet marciale, sportin, se nuk mund krejt të bojna futbolista, normal dhe kush do... Duhet të ta ndroj pak. Sportin, po, normal. Edhe e kam pasur qef, për krajnë e kom pas nga treneriem jashtë zakonisht madh, dhe mendoj se do vazhdoj më të që mendoj gara nivele më të larta botërore apo olimpiat. Këtë sporti nuk e ke më hobi, tani e do në ta bësh edhe si profesion? Po. Fillim ka filluar si një hobi, por tash është një dashuri jashtëzakonshme. Po ti Semi më thuaj kur e fillove? Unë kam filluar që nga familja, kam bërë të gjitha sportet, i kam luajtur. Këtu e gjete vetë? Këtu e gjeta vete, sportet luftarake më kam pëlqyer që fëmij. Pastaj kam filluar që të merrem seriozisht me këtë sport, jo përkushtoj më shumë kohën që i kam. Dhe kam garuar dhe kam bërë, dhe më kam betur kështu përzi. Po çka paraqet ky sport për ty tani sa po e the se je i lënduar? Lëndimet të kam bën ndonjëherë që të dorëzohesh, të thuash? Jo, kam thyer edhe koc hivi. Nuk jam dorëzuar, për herë kam ushtruar. Por ky sport për mua paraqet disiplinë, përkushtim dhe respekt ndaj të gjithë. Dhe do e vazhdosh edhe ti të përpos hobi ta kesh edhe si një profesion të plot? Kam qejf ta kesh shumë profesion. Por tash edhe shkollën duhet ta kena me një anë. Është pak e vështirë për juve, po ta menaxhoni kohën. Por besoj se do e kesh një ditë. Nuk e dishojmë, dhe do ju kemi në studio ku do e flasim pikërisht edhe këtë punë. Ilir, ti kur fillove? Ti je më i riu? Kur fillove? Si fillove? Unë kum filluar prej fëmëri
3 vjet 4 me karate nisa, pastaj i bora këtë sportet, por... Dije të flasësh në 3 vjet kur fillove me karate, sepse shumë i vogël këtë Jo, po prap. Shumë qapkën t'i djallë. Qater? Qater ama të ky sport e gjitha zemrën. Tash e kam rekordin 8-0, jam vendin e 2 në Ballkan. Dhe shpresojmë të shkojmë para. Edhe para. E thua këtë 8-0 i bie se nuk ka asnjë disfat. Jo, falni se unë nuk jam shumë e sportit dhe nuk i kuptoj shumë këto terminologji. Ju kanë mbështetur me vetë faktin që jeni kaq të pamposhtur dhe keni arritur kaq shumë suksese, sidomos në nivel edhe ballkanikti ju kanë mbështetur. Sa ju mbështesin në fakt? Mas shumë ti në mbështesin profët, Zavendës profi Muki, më ka ndihmuar shumë me motivimet. Dhe aq, profi Jusufi, ai më ka ndihmuar me teknikat, me shpejtësitë, profi Ylber me kondeksin, me motivimin. Këto janë. Muarem, e kuptove mbështetjen, sa keni mbështetje? Mbështetje kemi prej trenerëve, sidomos nga trenerët Jusuf Hashemi dhe Ylber Hasani. Veçanërisht treneri Jusuf Hashemi, i cili ka qenë me mua edhe brenda ringut, po edhe jashtë ringut, më ka ndenjur, do me thonë, dashtëhumbje, lëndime, ka qenë gjithmonë krah meje. Mbështetjen e kam pasur zakonisht të madhe nga shoqëria, prindrit. Po çka ndodh me institucionet, e respektojnë, e vlerësojnë punën e juaj? Po, normal. Institucionet zakonisht e respektojnë si sport, jo vetëm boksin, po me çfarë sportit merresh, e respektojnë. Ka mbështetje, do të thënë ekziston mbështetja, nuk është për të neglizhuar. Normal. Po cila ka qenë deri më tani, pasi që më së shumti vite je marrë me këtë sport, cila ka qenë sfida më e vështirë deri tash? Sfida më e vështirë deri tash ka qenë normal ndonjë humbje që kemi patur, lëndimet serioze që i kemi pasur, se është një sport jashtëzakonisht i rrezikshëm, por ato asnjëherë nuk më kanë dorëzuar, do me thonë veç më kanë dhënë forcën të vazhdojmë tutje. Më thuaj se mi ti cila ka qenë sfida më e madhe, ndoshta lëndimi i fundit apo ajo thyerja e kockës paraprake që e the? Thyerja e kockës ka qenë sepse nuk s'ka mundur të stërvitem gati 2 muaj. Dhe unë jam mësuar, do me thonë, të stërvitem 2 ditë edhe pastaj kur nuk kam ndonjë aktivitet sportiv ndonjë ditë, nuk ndjehem mirë. Po si e menaxhon? E the problemi mes juve dyve është edhe shkolla, menaxhimi. Si e bëni menaxhimin e kohës ku edhe të rinjt, sidomos moshatarët e juaj duan të dalin, të argëtohen, ndërsa ju kohën më së shumti ja dedikoni stërvitjeve dhe boksit? Po, unë tash i krij obligimet e shkollës më përpara, që pastaj të jes i lirë duke stërvitur, do me thonë unë javës mund dal jashtë një herë, 2 herë në javë. Më shumë stërvitje. Pas ka edhe kështu të rinj që nuk dalin dhe tërkohen stërviten. Ju lumt. Ilir, më thuaj ti, cili e the 8-0 e ke suksesin, cili është suksesi më i madh që ti vetes ja dedikon dhe thua ky është suksesi i më i madh? Suksesi i më i madh ka qenë në kampionat, që u shpalla kampion. Tani? Po, dhe pata 2 kundërshtar, dhe semifinalen dhe finalen e kum patur. Semifinalen më fort kum sjell se isha në motivim më shumë. Pastaj finalen se në shkova shumë mirë se isha pak i lodhët. Në të ardhmen e sheh veten një boksier profesionist në ringjet ndërkombëtare, nuk flas më tani më. Profesionist jo, po në Olimpik kam qenë të shkoj. Ua! Po. Ua! Normal Nuk vazhdoj. me disiplinë. Kë e ke boksier të preferuar? Ke ndonjë idhull? Gjys janë 2 bokserat që e bëj atë stil aty në ring, është Bivol dhe Canelo Alvarez. Këto janë 2 bokserat. Këto janë të rinj diçka. Jo, të rinj, po aq. Janë kohë të tashme. Të kohës të tashme, se unë e di veç Mike Tysonin. Aty i vendoj. Normal, atë kena idol. Apo, atëre, mirë që në ka puna. Ku e sheh veten në të ardhmen, Muarem? Në të ardhmen, në këtë sport e shoh veten si kampion ballkanik, se jo edhe vazhdojmë ato tjesë në Olimpiadë, ose do me thonë majet më të larta ku arrim boksit që ta prezentoj qytetin tim, shtetin tim dhe... Si ju priti Tetova? Tetova jashtëzakonisht mirë na kanë pritur, zakonisht se me fitore është, po edhe me humbje nëse kemi ardhur me kokën lartë. Për këtë herë flas me fitoret që keni ardhur me fitore ndërkombëtare më. Po, për këtë herë na ka pritur Tetova jashtëzakonisht mirë.
Unë jam kampioni dyfisht i Maqedonisë dhe çdo herë kam pasur përkrahje nga tetova, nga gjithë njerëzit. Atëherë pa tjetër që duhet të gjithë ju vlerësojnë shumë. Kë doni ta falenderoni për fund? Unë dua ta falenderoj trenerin Për tim. pos Jusufit? Trenerin tim, dua të falenderoj juve për Faleminderit. mundësinë që na keni dhënë të jemi në intervistë, gjithashtu familjen dhe gjithë trenerët që i kemi. Semi? Unë duhet të falenderoj familjen që më kam përkrahur dhe kanë dhënë për kushtim deri tash ku jam. Trenerët që na kanë stërvitur, do të thonë se pa ato nuk do ishim këtë nivel ku jena. Edhe shokët dhe shoqëria, gjithë njerëzit që na kanë motivuar, që na kanë shtyr përpara. Ilir? Pari do të të falenderojmë ty që na ke marrë këtu. Dhe të falenderojmë profat, profi Jusuf, profi Ilbert që na kanë dhënë motivimin dhe zëvendës profi Muarem. Mukim? Po, kapiten Donjeti, edhe ai është këtu. Ai na ka dhënë motivim plot. Këto ja. Ilir, nga te, pasi që je më i riu edhe më çapkëni, dua një porosi për të gjithë të rinjt, sepse edhe një mesazh shumë motivues që nga mosha 3 vjeçare ke filluar të merresh me karaten, po edhe ajo është një sport goxha i vështirë, sidomos për të rinjt. Ata jemi mësuar ata të rinj vetë veçlit ti shohim me top në dorë, ndërsa jo në karate. Dua një porosi për të gjithë të rinjt që të fokusohen më shumë tek sporti. Çfarë do porosie që ti mendon se duhet të japësh? Në këtë sport për të rinjët duhet të kenë mentalitet, disiplinë dhe shpejtësi për në këtë sport. Duhet të fokusohesh shumë. Duhet të jenë vetvetja. Duhet të ushtrojsh, po. Unë ju falemnderit djelmosha që ishit pjesë e emisionit tonë, jashtëzakonisht kënaqësi ishte sidomos unë t'ju intervistoj pas kësaj arritjeje kaq të madhe. Unë dua një kërkesë publike t'ju bëj që edhe në arritje tjera të vini dhe t'i promovoni pikërisht në emisionin tonë. Ne do jemi këtu gjithmonë për t'ju përkrahur. Pse jo, do jemi edhe një ditë në stërvitjet e juaja, ta shohim se si shkon një stërvitje normale e juaja, të dielën ju të uroj jashtëzakonisht shumë suksese, po ashtu edhe në tetor të na ktheheni me medalje po ashtu dhe të kremtojmë të gjithë së bashku. Ju falenderoj. Faleminderit edhe juve shumë. Ne tani do shkëputemi shumë shkurt me një pikë muzikore, derisa të rikthehemi në studio ku do jemi edhe me mysafirë tjerë.